Shoqata bamirëse e Jetimat e Ballkanit ka shënuar një sukses të jashtëzakonshëm duke grumbulluar rreth 5 milion euro në një mbrëmje të veçantë bamirësie organizuar për të ndihmuar familjet në nevojë. Kjo ngjarje u mbajt në ambientet e Hotel Emerald dhe bashkoi biznesmen, personalitete publike dhe filantrop nga të gjitha trojet shqiptare, të cilët u solidarizuan me qindra familje që po përballen me vështirësi ekonomike. Lajmin e ka bërë të ditur drejtori i shoqatës Halil Kastrati, i cili përmes një postimi në rrjetet sociale e ka cilësuar këtë iniciativë si një dëshmi të fuqishme të humanizmit të unitetit të shqiptarëve. Iftari i parë i organizuar nga shoqata e Jetimat e Ballkanit në Emerald mblodhi biznesmen nga të gjitha trojet shqiptare, të cilët u bën pjesë e një projekti madhështor për ata që kanë më shumë nevojë. Me një solidaritet të pashoq, ata dhuruan afro 5 milion euro, duke dëshmuar edhe një herë se mirësia dhe humanizmi janë vlerat që na bashkojnë, shkroi ai. Një ndër kontribuesit kryesor ishte edhe Bekimi Ashari, i cili dhuroi 100.000 euro për këtë kauzë fisnike. Ai shprehu krenarinë dhe përkushtimin e tij për të ndihmuar ata që janë në kushte të vështira, duke theksuar se mbështetja ndaj familjeve në nevojë është një detyrim moral dhe një formë konkrete e përhapjes së të mirës. Gjatë ngjarjes u theksua se fondet e mbledhura do të shfrytëzohen për ndihmë ndaj familjeve të varfra, ndërtimin e shtëpive për ata që jetojnë në kushte të vështira dhe mbështetjen e fëmijëve jetim. Shoqata e Jetimat e Ballkanit ka një histori të gjatë të angazhimit në kauza humanitare dhe vazhdimisht ka punuar për të sjellë ndryshime pozitive në jetën e atyre që janë më të cënueshëm. Kjo akt bamirësie ka ngjallur reagime të shumta pozitive në rrjetet sociale, ku qytetarët dhe figurat publike kanë vlerësuar përpjekjet dhe zemërgjërsinë e kontribuesve. Ata ka shprehur falënderime për shoqatën e Jetimat e Ballkanit dhe për të gjithë ata që dhuruan me zemër të hapur për të mirën e komunitetit. Ngjarjet e tilla tregojnë se fuqia e bashkimit dhe solidaritetit është një faktor kyç për të ndihmuar ata që kanë më shumë nevojë. Shoqata e Jetimat e Ballkanit vazhdon të jetë një model i shkëlqyer i bamirësisë dhe i ndikimit pozitiv në shoqëri, duke dhënë shpresë dhe mbështetje atyre që janë në kushte të vështira jetese.